Profeti Muhammed do t'i ankohet Allahut për braktisjen e Kuranit. Në ajetin 30 të surës Furqan, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe i dërguari do të thot: O Zoti im, populli im e shpërfilli Kuranin si diçka të urryer. Ky ajet përmban një ankesë të thellë të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, drejtuar Allahut për gjendjen e ummetit të tij ndaj Kuranit. Kjo ankesë e profetit Muhammed është një paralajmërim për çdo brez muslimanësh. Fjala mahjura në arabisht, e cila përmendet në këtë ajet, do të thotë i braktisur, i lënë pasdore, i shpërfillur dhe i mos zbatuar. Pra, ankesa e profetit është se disa njerëz nga ummeti i tij nuk e trajtojnë Kuranin si udhëzim për jetën, edhe pse ai është shpallur për ta udhëzuar njerëzimin. Dietarët kanë përmendur disa forma të braktisjes së Kuranit. E para, braktisja e leximit. Kuptimi i kësaj braktisjeje është kur Kurani nuk lexohet rregullisht dhe nuk bëhet pjesë e jetës së përditshme. E dyta, braktisja e kuptimit, që do të thotë se njeriu e lexon Kuranin, por nuk përpiqet ta kuptojë mesazhin e tij. E treta, braktisja e zbatimit. Kjo është forma më e rëndë, sepse njeriu e njeh Kuranin dhe e di çfarë qëllimi ka, por nuk e zbaton në moral, drejtësi dhe sjellje. E katërta, braktisja e gjykimit me të. Kuptimi i kësaj braktisjeje është kur shoqëria nuk merr parimet e drejtësisë dhe të etikës së Kuranit si udhëzim. E pesta, braktisja e reflektimit. Kuptimi i saj është kur njerëzit nuk mendojnë mbi ajetet dhe nuk marrin mësime prej tyre. Ky ajet na mëson se Kurani nuk është vetëm për recitim, por për udhëzim në jetë. Muslimani duhet të ketë lidhje të gjallë me Kuranin. Profeti do të dëshmojë për gjendjen e ummetit para Allahut. Pra, ky ajet është një thirrje për t'u kthyer tek Kurani. Në shumë raste sot shohim disa paradokse. Së pari, Kurani është i pranishëm fizikisht në shtëpi, në xhami, në telefona, por shpesh nuk është udhëzues real jetës. Së dyti, shohim lexim pa reflektim. Shumë njerëz e lexojnë Kuranin vetëm për sevap, por pa menduar mbi kuptimin e tij. Së treti, largimi nga morali kuranor. Shoqëritë muslimane ndonjëherë përballen me padrejtësi, përçarje, korrupsion dhe urrëtie armiqësi, ndërkohë që Kurani thërret për drejtësi, mëshirë, unitet dhe moral të lartë. Ky ajet na bën të pyesim veten: a e lexoj Kuranin rregullisht? A përpiqem ta kuptoj? A e zbatoj në jetën time? Nëse përgjigjja është jo, atëherë rrezikojmë të jemi nga ata për të cilët ankohet profeti në ditën e gjykimit. Ky ajet është një thirrje për ringjalljen e marrëdhënies sonë me Kuranin. Ta lexojmë, ta kuptojmë, ta mendojmë dhe ta zbatojmë në jetën tonë. Vetëm atëherë Kurani bëhet dritë për zemrën dhe udhëzim për shoqërinë.